Ka dhe aktorë të mëdhej të rësishëm që duan ta prezojnë me Shqipërinë. Ajo që po them unë. Edhe këtë nuk e mban dot Tirana. Problemi nuk e kemi me Tiranën. Po pra. Okej, e ka Ergysi vetë çik më shumë. Po me gjithë me Kosovën edhe me pse nuk është. Jo, Kosova ka një lloj përgjegjësie. Te Kosova ai ka përgjegjësi. Ka një lloj përgjegjësie direkt. A them dhe gjë tjetër? Ai e ka të drejtë për drejtë, se ai bëri fushatën për ta që janë sot qeveri. Po, do të gjë tjetër, edhe ky tjetri opozitës. Ka folur ky? Ky Berisha më Berisha. Ky flet kur, shiko, i gjuajti njëri me armë vrau një 3 veta në një shkollë atje në Amerikë, ky shkoi u proncua, dënojnë sulmin thot. Nuk dali proncohet, nuk thot Gjuslavi për çështje kombëtare, domethënë, apo kjo është. Ndoshta ke foltorja ka bërë. Jo, çfarë duhet të them? Këtu duhet se na shit gjithë, janë të gjithë dakord që të shesin në Shqipërinë, valla. Domethënë kjo është vetëm. Kjo është fjalë shumë e madhe, po domethënë po e metaforizoj këtu, po ka shumë këtu, fatkeqësisht mbeten politikanë Ballkanit. Konflikti ka ardhur nga instrumenta individual të shumicës maqedonase, një profesoresh që nuk janë mbaj mend emrin, një ministër që e kanë çuar në gjykatë kushtetuese zakon. E kanë çuar duke thënë që ligji te i kalon kushtetutën. Pra e kanë bërë një debat juridik. Dhe në gjykatë kushtetuese ti do ndjekësh një juridikë ndishe. Po pra, debati është ai që pritet gjykata pra. Jo mos i pritet gjykata. Pritet gjykata, nuk është kështu, nuk është si pritet gjykata, vazhdo zbatohet siç ka qenë. Kur vi gjykata ndrohet. Ai shtet nuk ekziston pa shqiptarët, Artur. Po jo, nuk ka asnjë gjastë të ekzistojë pa shqiptarë. Gjuhën nuk ja njeh Bullgaria, kishën nuk ja njeh Serbia, tereni nuk ja njeh Greqia, vetëm shqiptarët e mbajnë. Vetëm shqiptarët. Po pra po, jo, gjykata kushtetuese instrumenti ku ka edhe shqiptar, është gjykata që duhet ta zgjidhë. Paktën, disë është problemi të bashkohemi me Ergysin. Ndoshta po të krijoj situatë Greqia, ti thua se këta na bllokojnë, okay, duhet të jemi çik kujdesshëm etj. Po ta bëri Serbia prit se situata që e komplikuar se kemi Kosovën mes, kemi Preshevën, edhe duhet të kemi kujdes. Po këtu me këta më. Po kjo është turp më. Po ta thotë Sokoli këtu s'ka lidhje fare kushtetuta. Kjo është e thjeshtë dhe banale. Ai vend pa shqiptarët nuk ekziston. Nuk ekziston. Është shtet artificial, le të flasë ajo presidenti e Maqedonisë. Pas luftës dytë botërore nga Josif Broz Tito. Maqedonia edhe për shqiptarët. Aty shqiptarët e zgjidhen padrejtësinë e tyre, e zgjidhen për pak muaj. Kupton? Bam bam bam. Kupton? Tani nuk mund të shkelësh mbi gjakun atyre që kanë vdekur. Kupton? Është kaq e thjeshtë. Nuk mund të ndalosh atyre të plasësh shqip, sepse ai shkupi që ti shef, ku kanë dalë aty ke ura, po u prish ajo ura. Ai shkupi këte vazhdoi në vet, kupton? Dhe e vazhdon me ne. Ky shkupi këte ku do shkojë pastaj? Klementin. Sorry se unë jam çik tek puna e Maqedonisë Veriut, me thënë vërtetën është edhe unë ndjehemi çik jo, është tragjike sepse janë lënë jetim ata njerëz atje. Kjo është për turbin që duhet të reaguar që qeveria shqiptare, po ndoshta edhe ajo Kosovës, duhet të reagonte dhe duhet të reagojë, pa diskutim që po. Çështja nuk është vetëm të reagojë, por edhe si të reagojë. Pra, se duhet reaguar në mënyrë inteligjente që në fakt ato kërkesa të shqiptarëve të realizohen atje. Dhe jo thjesht si thua të bëjmë atë që bëjmë zakonisht, ngremi një flamur, pra kapemi pas simbolit dhe simbolikës dhe harrojmë produktin konkret që duhet kenë veprimet dhe lëvizjet që qeverit duhet bëjnë, apo jo. Për shembull, po të shikojmë nga pikpamja, po themi, strategjike se si është ndërtuar konflikti aty, ne kemi studentët nga një anë, cilët paraqiten si europian, pra në kuptimin si drejtë europiane, standard europian ky i gjuhës, pa diskutim, po dhe normal, pa diskutim. Dhe nga ana tjetër, kemi qeverinë maqedonase, e cila përpiqet që ti kornizoj, si më thon, ti etiketoj si një komunitet etnik, e cili po shkakton probleme, destabilizon etj. Në këtë kuptim. Atëherë, çfarë bëhet me një protestë? Kur bëjmë një protestë, e parë punës, gjë e parë se si ndërtohet protesta nga vetë studentët atje. Sigurisht, gjithë ky entuziazmi, flamujt, simbolikat janë okay. Edhe fakti që ka flamur shqiptar, pa diskutim, sepse ata nuk do thonë që nëse jemi shqiptar, fundja janë është identiteti i tyre. Po, pa diskutim. Me kushtetutë. Në rregull, absolutisht. Por